Misri serb kancerogen AKU blokon 25 ton ushqim për kafshët që importohen nga Beogradi. Ushqimi i kafshëve që vjen nga Serbia në Shqipëri është i kontaminuar me toksinën kancerogjene alfa-toksin. AKU ka bllokuar 25 ton misër serb në pikën kufitare të Hanitotit. Pasi në bazë të analizave laboratorike, ky produkt ka rezultuar i pasigurt për shëndetin e kafshëve. Alfa-toksina është një toksinë e krijuar nga myku dhe rritet tek drithrat. Ushqimi i kafshëve me alfa-toksin nuk vën rrezik vetëm shëndetin e lopëve dhe të baktive të imta, por përbën rrezik edhe për njerëz, sepse alfa-toksina më pas depozitohet tek qumshti. Është konstatuar gjatë aksioneve tona një ngarkesë misri me alfa-toksin, gjithashtu janë bllokuar edhe ngarkesat e tjera. Janë marrë 10 kamion misri, ndërsa sasia e produktit bllokuar me alfa-toksin është 25 ton dhe është vendosur që të azgjësohet pasi të bëhet verifikimi të gjitha veprimeve administrative, është shprehur Poliksen Drajo nga AKU. Duke qenë përballë këtij alarmi të sigurisë ushqimore, inspektorët e AKU po ushtrojnë detyrat në pika doganore në kuadër të monitorimit që do të analizojnë çdo ngarkesë ushqimi blegtoral përpara se të shkojë në stallat e baktive që furnizojnë me lënë të parë fabrikat e qumshtit.